Qeveria gjermane me kontributet e asaj zviceriane kanë financuar 35 milion euro për modernizimin e infrastrukturës hidrometeorologjike të Shqipërisë, një projekt që do të zbatohet nga programi Albadapt për ndërtimin e një sistemi modern digital të paralajmërimit të ershëm të rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore. Në këtë kuadër është zhvilluar një takim në Bashkinë e Vlorës. Programi Albadapt i prezantuar gjatë këtij takimi me Giz Albania i shërben informimit për vendimarrjet e duhura sa i përket shërbimit kombëtar meteorologjik dhe hidrologjik, zhvillimi një sistemi të ershëm paralajmërues për rreziqe të shumta dhe angazhimi qëndrueshëm i Bashkisë së Vlorës në zbatimin e politikave mjedisore është një garanci dhe siguri për qytetarët. Projekti synon krijimin e një platforme kombëtare për të dhënat dhe shërbimet klimatike të aksesueshme në kohë reale nga të gjithë aktorët institucional. Gjithashtu, ai synon krijimin dhe operacionalizimin 24 orë në 7 ditë të një sistemi modern të një paralajmërimi të ershëm që do të adresojë disa nga rrezikët. Programi Albadapt do të shtrihet në një afat të gjatë kohor. Është padyshim një hap i ri sa i përket edhe rritjes së gatishmërisë dhe kapaciteteve në përballimin e emergjencave civile të Shqipërisë. Ky projekt e bën Vlorën dhe Shqipërinë vendin e parë në rajon që akseson fondet bilaterale nga Fondi Gjelbërt i Klimës, të cilat adresojnë problematikat dhe vulnerabilitetin e vendit ndaj ndryshimeve klimaterike.